Doktor, pacienti ju pret, e jo halojnë të i kërku analizat, anamnezën apo edhe vizitat e tij faluma, e me i pacientin çdo informacion e gjenë brenda pak sekondave. Anamnezën, analizat, diagnozat, dokumentet edhe faturat, gjitha këto mundeni me gjetë me një vend të vetëm, që fokusi me qenë të pacienti e jo veç të letrat. E qysh funksionan? Hajde t'ju tregoj. Menaxhimi i termineve s'ka qenë kur më i thjeshtë. Shikoni kalendarin e gjithë mjekëve në një ekran të vetëm, edhe gjeni menjëherë kohën e lirë për pacientin. Kërkoni pacientin ekzistues, regjistrojeni brenda pak sekondave, edhe rezervoni termin direkt nga i njëjti ekran. E për klinika dentare, kartela digjitale dhëmbëve ju jep kontroll të plotë mbi çdo trajtim. Mjafton të përgjithëni dhëmbën edhe shërbimin përkatës, ndërsa sistemi regjistron trajtimin, llogarit automatikisht çmimin edhe përditson kartelën e pacientit. Ku në të njëjtën mënyrë mund të bëni edhe preventiven. Për laborator dentar, i pacienti e përcjell gjithë procesin, nga porosia e klinikës deri te dorëzimi i punimit. Çdo hap menaxhohet edhe gjërmohet në një sistem të vetëm. Për laboratorët, i pacienti automatizon gjithë procesin, nga kërkesa për analizë e deri te dorëzimi i rezultatit. Platforma lidhet me sistemet LES, duke mundësuar që rezultatet të vinë direkt nga aparaturat laboratorike në sistem. Klinikat dhe partnerët tuaj kanë qasje me përdoruesit e tyre, ku mund të dërgojnë kërkesa për analiza, të përcjellin statusin edhe të shohin rezultate në kohë reale. Pas verifikimit nga laboratori, rezultatet mund t'i dërgohen pacientit automatikisht përmes WhatsApp-it, Viberit ose e-mailit. S'ka më nevojë për printime, telefonata apo edhe ardhje fizike veç për me i marrë rezultatet. Më pak punë administrative, më pak gabime e rezultate shumë të shpejta për pacientin edhe partnerët. E dhënat e pacientëve tuaj ruhen sipas standardeve ndërkombëtare të sigurisë edhe të privatësisë, përfshirë GDPR edhe ISO. Por besimi ndërtohet me rezultate. Sot mbi 700 profesionistë mjekësor përdorin i pacientin në çdo ditë. Pavarësisht nëse je në klinik, në laborator apo edhe në lëvizje, i pacienti është gjithmonë me jo. Web aplikacion, e po ashtu edhe në aplikacion mobil. Vizitoni ipacienti.com edhe provoje platformën falas për 7 ditë. E tim mos prit më, po bashkohem me komunitetin e profesionistëve që po e transformojnë komplet menaxhimin e shërbimeve shëndetësore.